Kepi sandu është një bim mishkrënse që është vendase në rajonin e Kepit të Afrikës së Jugut dhe ka një metodë të pazakontë të kapjes e tretjes së insekteve, diçka që duhet të zhvillohej për të qenë në gjendje të lulëzonte në tokën e varfër me lëndë ushqyese të habitatit të saj. Duke u rritur në biomën Fynbos të Afrikës së Jugut, ku ka një klimë mesdhetare me dimër të lagësht dhe verë të thatë, zakonisht i gjeni në toka ranore ose torfe në zonat të hapura dhe me diell. Ato dallohen nga gjethet e gjata dhe të ngushta që janë të mbuluara me qime gjendrore. Janë këto qime që janë vendimtare për aftësinë e tyre për të kapur insekte. Ndërsa sekretojnë një substancë ngjitse përgjatë tyre, sapo një insekt zbret mbi ta, ai ngec dhe gjethja më pas fillon të rrotullohet ngadalë rreth saj. Ndërsa kjo ndodh, insekti është i veshur me enzima tretëse që çlirojnë lëndë ushqyese thelbësore si azoti dhe fosfori, të cilat bima është gjithashtu në gjendje t'i përthith. Është kjo metodë të ushqyerit që lejon Cape Sandu të lulëzojë në vende që janë të ulta në ato lëndë ushqyese dhe u jep atyre një avantazh të rëndësishëm ndaj bimëve të tjera në rajon. Gjatë muajve të verës, bima do të lulëzojë gjithashtu dhe do të prodhojë lule delikate roz ose të bardha në kërcell të gjatë dhe të hollë. Ato qëndrojnë mbi kurthet ngjitse për të shmangur kapjen e ndonjë pjalmuesi të mundshëm, sepse përveç se mbështeten tek insektet për ushqim, ata kanë nevojë edhe për të riprodhuar dhe që kjo të ndodh, ato padyshim nuk duan që ata të ngecin.